Po si u shiti bashkia me gjithë njerëz brenda? Po kjo është tona ajo bukura. Se bashkia bëri apo e bëri antibaneze? Kjo është tona ajo bukura, se Lorenz Luka në atë kohë, kryetar bashkiet, se na kena kërku me privatizu se shumë me fjalë filluan mu bën privatizimet, edhe ne ja thoshin ne pretni se so ka zgjer kush jashtë, po na doshim me privatizu me kryer punë. Unë kam edhe dokument tonë, nëse është e nevojshme ta Jo, jo, do më tregosh të gjitha dhe unë do t'i fotografoj dhe sars, thuash ti do vendosim dokumente. Kam një dokument këtu, që në 2009 ne kena kërkuar Lorenz Lux bashkisë, kryetari bashkisë me shkres për me privatizu dhe nuk na ka pranuar ne se nuk janë kushtet. Kështu ka thënë në 2000. Po, e kena me shkres këtu. Në cilin vit? 2009. Në 2009. 2012 me datën 2/11. Ja mbaj afër, lutem, mbaj pak afër në mikrofonin. Me datën 2/11 2012 e ka blezët një fjalë. Ai për ne mund të jetë shumë i nderuar, por si blehet i ndërtesë me 30 familje mbrën, edhe është e bukur prap tjetër se aty thot po vërejtje. Si blehet i ndërtesë me 30 banor, 30 familje, mbrën, edhe po vërejtje. Dhe pa ju larmëruar jo. Absolutisht. Absolutisht. Tani shitje nuk është se e bëri bashkia, bashkia e bëri shitjen apo e bëri ministria? Ishte kaluar tropin i bashkia, ja kanë tropin ministrisë. Ministrisë Arsimit, Ministria e Arsimit ja kanë bashkisë. Pa dek nuk helshojmë, absolutisht pa dek, janë kryti tu nuk helshojmë, le të vinë Zoti le të vini tu, pa marrë dhënimet prerë, se ta manë gjykata nuk ka shanse me ma. Nërma vesh muaj fjallë t'i ihe. 500 euro në ashën jetë në betonin se bëkurë. Orba të gjithë sa duash hajtë rajnë kish lashit sa atje ke gjithë vend se më këtu në rajnë.